Kjo fundjavë e tretë e pranverës së nisur në Vlorë, që përkon edhe me gjysmën e muajit mars, ka ardhur me temperatura të konsiderueshme, por pa diell. Ai i cili jashton më tepër bukurinë dhe yeshin Vlorës edhe këtë fundjavë, ashtu si në datat 1 dhe 2 mars, por edhe 8 dhe 9 mars, ka munguar sërish. Në ndryshim nga dy fundjavat e mëparshme, me muajin e parë të pranverës që ka nisur pikërisht me fundjavë, dielli ja ka lënë vendin erës së fortë bregdetare dhe jo të ftohtit. Pavarësisht se temperaturat arrinin deri në 22 gradë Celsius, qielli ka qenë i vranët dhe era ka mbizotruar. Erë fort kjo me shpejtësi 25 km/h me drejtim jug-juglindje, e cila ka penalizuar edhe këtë fundjavë qytetin e Vlorës. Për shkak të erës bregdetare, ashtu siç jemi mësuar të shohim me të tilla temperatura, në Vlorë kanë munguar qytetarët vendas apo edhe pushuesit e huaj që lahen në det. Ka pasur disa raste, por vërtet minimale në krahasim me ditët që kanë të njëjta temperatura në pranverë apo verë. Duke parë vranësinë e motit, edhe numri i pushuesve që vijnë drejt Vlorës ka qenë tepër i ulët. Të mbritur një pakicë prej tyre që vijnë kryesisht nga qytete të ndryshme për të ardhur në Vlorë për të konsumuar një kafe në bar apo drek në restorant dhe kaq, pasi qyteti nuk ofronte asgjë më tepër, duke i detyruar të rikthehen edhe për shkak të punës sërish në vendqëndrimin e tyre. Shëtitjet nga deti kanë qenë në numër të konsiderueshëm, ndikuar edhe nga fakti se të vetmen mundësi që kjo fundjavë ka ofruar për qytetarët ishte pikërisht shëtitjet buzdetit. Si zakonisht, bar kafet kanë qenë të tejmbushura pasi vendqëndrimi i parë i qytetarëve në ditë fundjavë janë pikërisht këto subjekte private. Edhe prenotimet në njësitë hoteliere kanë qenë minimale, çka tregon numrin e ulët të pushuesve dhe turistëve të cilët kanë zgjedhur Vlorën për të qëndruar pak më gjatë se fundjava.